Letra e Edit prek zemrën e nënës së tij, lot, mall dhe dashuri pafund. Një moment jashtëzakonisht i ndjerë dhe i mbushur me emocione të forta u përjetua jashtë shtëpisë së Big Brother Kosova, kur nëna e Edit mori në dorë letrën e djalit të saj. Që në rreshtat e parë, duart i filluan t'i dridheshin dhe syt i mbushën me lodh. Çdo fjalë e shkruar nga Edi dukej sikur i fliste drejt për drejt zemrës së saj, duke i rikthyer mallin, krenarinë dhe dashurinë e pakushtëzuar që vetëm një nën mund ta ndjejë. Teksa lexonte, ajo ndalonte her pas here, merrte frym thellë dhe fshinte lotët që nuk pushonin së rrjedhuri. Në secilën fjalë ndjehej mungesa e djalit, forca e tij brenda lojës dhe dëshira për ta bërë familjen krenare. Edi, edhe pse i izoluar nga bota e jashtme, kishte gjetur mënyrën më të bukur për t'u lidhur me të ëmën, përmes fjalëve të sinqerta dhe plot ndjenjë. Nëna e Edit u emocionua thellë kur arriti në fund të letrës. Me zë që i dridhej dhe mes lotësh, ajo përshpëriti, ju dua pafund. Me shumë dashuri, Edi. Ishte një moment i pastër, i vërtet dhe thellësisht njerëzor. Një nën që qan nga malli, nga krenaria dhe nga dashuria për djalin e saj, i cili po përballet me sfida të mëdha emocionale brenda shtëpisë. Lotët e saj nuk ishin vetëm dhimbje, por edhe forcë, mbështetje dhe lutje që Edi të qëndrojë i fortë dhe i sinqert deri në fund. Ky moment tregoi se përtej debateve, lojrave dhe strategjive të Big Brother Kosova, ekziston një realitet shumë më i thellë, lidhja mes nënës dhe djalit. Një lidhje që nuk thyet nga distanca, nga kamerat apo nga izolimi. Përkundrazi, forcohet edhe më shumë, publiku u prek nga kjo skenë, sepse ishte një kujtesë e bukur se pas çdo banori ka një familje që pret, lutet dhe emocionohet për çdo hap të tyre. Letra e Edit dhe reagimi i nënës së tij ishin një nga ato momente që mbeten gjatë në kujtesë, momente që na kujtojnë se dashuria e një nëne është forca më e madhe në botë.